Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Një aksident rrugor është regjistruar në orët e vona të natës në aksin Lushnjë-Berat pranë fshatit Kashtbardh, ku një automjet tip Peugeot me targa bullgare ka përfunduar në kanalin anësor të rrugës. Sipas informacioneve paraprake nga policia, në vendngjarje nuk është konstatuar prania e drejtuesit të mjetit dhe as ndonjë personi të lënduar. Për këtë arsye, efektivët kanë nisur verifikimet në zonë dhe kanë kontaktuar me spitalet përreth, por nuk është raportuar asnjë qytetar i paraqitur për ndihmë mjekësore si pasojë e aksidentit. Pas disa orësh verifikimesh dhe hetimesh, ngjarja është zbardhur dhe drejtuesi i mjetit është identifikuar. Bëhet fjalë për një 29 vjeçar i cili ka deklaruar se ka qenë vetë në timon në momentin e aksidentit. Sipas dëshmisë së tij, të dhënë para uniformave blu, ngjarja ka ndodhur gjatë natës, kur për arsye ende të paqarta ai ka humbur kontrollin e automjetit duke dalë nga rruga dhe duke përfunduar në kanalin anësor. Ai ka shtuar se pas përplasjes ka qëndruar për një kohë të gjatë në vendngjarje, duke pritur ndihmë nga kalimtarët ose automjete të tjera që mund të kalonin në atë segment rruge. Por pasi nuk ka marrë ndihmë dhe duke qenë se nuk ka psuar dëmtime fizike, ai ka arritur të dalë vetë nga automjeti dhe është larguar nga vendi i aksidentit duke u kthyer në banesë. I riu ka pohuar gjithashtu se kishte planifikuar të paraqitej mëngjesin e sotëm në komisariatin e policisë Lushnjë për të bërë denoncimin dhe sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes. Ndërkohë policia ka nisur procedurat për dokumentimin e aksidentit, si dhe për verifikimin e shkanqeve të tij. Dyshohet për humbje kontrollit të mjetit, ndërkohë automjeti është tërhequr nga kanali. Pas një periudhe të shkurtër uljeje, çmimet e karburanteve në vend janë rritur sërish. Bordi i Transparencës ka vendosur këtë të premte shtrëngimin e naftës dhe benzinës, duke rikthyer çmimin mbi nivelin e 200 lekëve për litër. Sipas vendimit të fundit të bordit, nafta do të tregtohet me pakicë jo më shumë se 202 lekë për litër, nga 198 lekë që ishte më parë, ndërsa benzina në 188 lekë për litër. Për shitjen me shumicë, gazoili do të tregtohet deri në 190 lekë për litër dhe benzina deri në 176 lekë për litër. Vendimi ka hyrë në fuqi këtë të premte më 16 maj në orën 13 dhe do të mbetet i vlefshëm deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ku pritet të reflektohen ndryshimet e reja të tregut ndërkombëtar. Në njoftimin zyrtar, autoritetet u kanë tërhequr vëmendje të gjithë operatorëve të tregtimit të karburanteve për zbatimin e detyrueshëm të çmimeve të përcaktuara. Sipas paralajmërimit, çdo subjekt që shkel vendimin rrezikon pezullimin e aktivitetit. Ndërkohë Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit së bashku me Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë deklarojnë se janë të angazhuara për mbrojtjen e konsumatorëve dhe garantimin e konkurrencës së ndershme në treg. Po ashtu bordi sqaron se çmimet aktuale mbeten nën kufirin e parashikuar nga akti normativ për uljen e akcizës. Kjo do të thotë se për karburantet do të vijojë të aplikohet akciza e plot në nivelin 100%. Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar në gjyq shtetasin AM, me detyrë punonjës policie i akuzuar për veprën penale të përndjekjes. Sipas organit të akuzës, hetimet mbi procedimin penal të vitit 2025 provuan se ndaj ish-partneres së tij shtetases LC ai ka ushtruar në mënyrë të vazhdueshme presion psikologjik dhe ngacmime përmes telefonatave dhe kontakteve fizike. Dy personat kishin qenë në një lidhje prej 17 vitesh dhe ishin ndarë në vitin 2024. Kallëzimi është bërë më 10 shkurt 2025, ndërsa sipas prokurorit, veprimet e përsëritura të pandehurit i kanë shkaktuar gruas gjendje të rënduar ankthi dhe frike për sigurinë e saj personale. Mësohet se kallëzuesja kishte paraqitur edhe më herët denoncime në prokuroritë e Fierit dhe Durrësit lidhur me sjelljen e ish-partnerit. Në përfundim të hetimeve, prokuroria arriti në përfundimin se ekzistojnë prova të mjaftueshme për veprën penale përndjekja të parashikuar nga Kodi Penal. Organi i akuzës thekson se do të vijojë angazhimin për hetimin dhe ndëshkimin e çdo rasti që cënon sigurinë, lirinë morale dhe jetën normale të qytetarëve. Marrëdhënia burr-grua mund të jetë universale, por një komedi italiane gjithsesi duhet përshtatur për publikun shqiptar. Sinfonia e Fatit vjen në Shqipëri për herë të parë dhe ekskluzivisht në Fier, me synimin e drejtorisë së artit për shfaqje cilësore. Një komedi ku aktorët janë lënë në lirshmëri për të sjellë tek publiku një realitet universal, thot regjizorja Driada Dervishi. Mendoj që ka qenë një proces i cili ka ardhur natyrshëm në atë që ne donim të përcjellnim, lojrat e fatit, rastësia, absurditetin e marrëdhënieve në çift edhe
vetmin, e cila na çon pastaj në veprime jo shumë të menduara, por nga ana tjetër përfshin në një sër efekt pasojash, po themi, në një domino të madhe, që sjell më pas atë që ne mund të themi që ne mund të bëjmë plane, po fati e di vetë rrugën e tij. Kalendari artistik i muajit nisi me Simfoninë e Fatit, e cila do të shfaqet edhe 2 net të tjera. Me një kast aktorësh të njohur si Olta Daku, Neritan Liçaj dhe Giuliano Brisku, shfaqja është pritur me duar trokitje nga publiku fjerak. Për mua është kënaqësi që të ndaj skenën me 2 nga aktorët më të mirë shqiptar, Olta Daku dhe Neritan Liçaj. Sigurisht ritmi i shfaqjes është shumë i lartë, pavarësisht ajo që duket këtu është shumë pak, se mbrapa është një çmenduri që ne ndrohemi, është një katastrofë, është një shfaqje më vete, po themi, por rëndësi ka që publiku e pëlqeu shumë edhe i presim dhe nesër në shfaqjen e fundit në Fier. Giuliano, mendoni që ky humor grotesk që vjen nga një komedi italiane përkon me realitetin tonë? Nuk e di nëse përkon me realitetin ton, ka sigurisht egoizmi është i gjithanshëm, është një simbolik, ose mund të themi është një ndjesi që e ka çdo njeri në mbar botën. Sigurisht, po këto janë dhe fenomene që ndodhin edhe në vendin ton, patjetër. Të vish në Fier është gjithmonë një mrekulli, edhe i falenderojmë që na dhanë mundësinë ta japim premierën këtu. Është gjithmonë bukur. Fier ka një spektator të mrekullueshëm, ka një teatr shumë të mirë dhe një grup pune shumë të mirë, kështu që është gjithmonë. Një komedi italiane që vjen si humorizi. Është përshtatur në çik për Shqipërinë që të bëhet edhe më e prekshme, edhe më konkrete, pasi shiko të dy shoqëritë në thelb të një problem kanë. Gjithmonë marrëdhëniet burr-grua e dini fare mirë janë të përbotshme, nuk është se janë vetëm italiane, edhe shqiptare. Grotesk dhe krimi në familje? Nuk flitet për krim në familje, se kjo është grotesk, kjo presupozon një krim në familje që është një skerceto, le të themi, është një shaka, është ajo që thatë juve pak më parë, është komedi pak e zezë, por nuk është se ne nxisim krimin përkundrazi, ne themi që gjërat të tilla mund të sheshohen, në fund fare janë njerëz që e duan jetën. Gjatë muajit maj në Teatrin Mbyllis shfaqen 6 vepra, 5 prej të cilave janë premier. Mes deputimeve të mëdhenjve të skenës, për herë të parë, agjenda artistike përfshin edhe shfaqjet e festivalit të rinjve, duke pasuruar repertorin e shfaqjeve në teatr. Në një ceremoni përkujtimore për 35 vjetorin e grevës së përgjithshme të sindikatave të pavarura me pjesëmarrjen e përfaqësuesve nga Shqipëria, Kosova dhe Malizi, u rikujtuan momentet më të rëndësishme të tranzicionit demokratik në vend. Gjatë aktivitetit, ish kryeministri Sali Berisha mbajti një fjalim përpara drejtuesve të sindikatave dhe të ftuarve, ku vlerësoi rolin e lëvizjes sindikale në zhvillimet historike të Shqipërisë së fillim viteve 90. Berisha e cilësoi grevën e përgjithshme si një ngjarje epike, që sipas tij shënoi kthesën vendimtare drejt pluralizmit politik dhe lirisë. Një ngjarje epike, e cila shënoi për Shqipërinë kthesën e madhe. Dhe kjo ngjarje ishte pikërisht greve e përgjithshme sindikatave të bashkimit sindikatave të pavarura të Shqipërisë. Ndonë se në hapat më të para politike, 2 vendime kanë qenë epike, themun të asaj kohë. Njëra ishte në 18 dhjetor, aty afërsisht, themelimi i partisë, themelimi i gazetës opozitare i linjës demokratike dhe themelimi i sindikatave, të cilat u shndruan në mburojnë me shpejtësi të rrufeshme, në mburojnë në të fuqishme, në të pamposhtur të foshtjes që lindi me 11 vjetor pluralizmit politik shqiptar. Ish-presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka shprehur mbështetjen e saj për studentët shqiptar në Maqedoninë e Veriut, të cilët më 18 maj do të protestojnë sërish për të kërkuar që provimi i jurisprudencës të zhvillohet edhe në gjuhën shqipe. Nga viti ajo deklaroi se Kosova do të jetë gjithmonë pranë tyre në mbrojtje të drejtave të fituara ndërkombëtarisht.
Ajo theksoi se Kosova nuk ndërhyn në çështjet partijake në Republikën e Maqedonisë së Veriut, por nuk do të lejojë cënimin e të drejtave të shqiptarëve atje. U përmendën këtu çështjet e partive politike shqiptare në Maqedoni dhe më kujtua që shumë shpejt studentët shqiptarë në Maqedoninë e Veriut organizojnë edhe një protestë për ta mbrojtur gjuhën shqipe, për ta mbrojtur të drejtën e tyre në arsim dhe të drejtat e tyre. Më lejoni që nga këtu nga Vitia t'ju jap përkrahjen tonë të plot për këtë protestë. Do t'jemi me ta deri në fund, do t'jemi me ta në mbrojtjen e paprekshmërisë të drejtave të cilat ata i kanë fituar në procese ndërkombëtare, në procese shtetformuese. Ne si Kosovë asnjëherë nuk duhet të përzihemi në çështje partijake në Maqedoni të Veriut, por nuk do të lejojmë asnjëherë që të drejtat e shqiptarëve atje të cenohen. Do ta ngrisim zërin për ta edhe këtu në Kosovë, edhe kudo në botë. Në mbështetje të protestës ka dalë edhe Ministri i Administratës Publike në Maltëzi, Marash Dukaj. Përmes një reagimi në rrjetet sociale, Dukaj u shpreh se studentët shqiptar nuk po kërkojnë privilegje, por një të drejtë themelore për të mësuar dhe për të vlerësuar në gjuhën e tyre amtare. Ai theksoi se respektimi i gjuhës është pjesë e identitetit dhe dinjitetit kombëtar, ndërsa shtoi se shoqëritë demokratike maten nga respekti që tregojnë për të drejtat e komuniteteve dhe zbatimin e barabartë të ligjit. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Fundjavë të këndshme.